Përballë turizmit masiv në destinacionet klasike europiane, vendet si Shqipëria, Malizi, Maqedonia e Veriut, Kosova e Bullgaria po fitojnë terren në mesin e turistëve që kërkojnë pushime më të lira dhe më pak të populluara, shkruan Elena Horillo në një artikull të botuar në të përditshmen spanjolle El País. Vendet e Ballkanit vazhdojnë të thyejnë rekordin me numrin e lartë të turistëve. Më shumë se 1.1 miliard turist udhëtuan në vendet ballkanike midis janarit dhe shtatorit të 2025-s, sipas raportit të fundit të Barometrit Botëror të Turizmit, të kryera nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Turizmin. Të dhënat treguan se numri i turistëve ishte 5% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2024 dhe 3% më shumë se në vitin 2019, vitin para pandemisë. E gjithë kjo për shkak të inflacionit të lartë në shërbimet turistike, si dhe situatës gjeopolitike globale, pushimet në destinacione më të përballueshme dhe më pak të mbushura me turistë, të cilat kanë qenë gjithmonë në radarin e vizitorëve, tani po renditen gjithnjë më shumë mes vendeve të preferuara të turistëve. E njohur si toka e shqiponjave, Shqipëria po bëhet gjithnjë më popullore. Nuk është çudi që në vitin 2025 ajo priti 12 milion turistë, një shifër pothuajse 5 herë më e madhe se popullsia e saj. Tirana i bashkohet listës së kryeqyteteve europiane më të vizituara nga turistët, pjesërisht fal aeroportit që ndodhet atje. Megjithatë, padyshim që një numër më i madh turistësh tërhiqen nga Riviera shqiptare, fal plazheve të saj më gjepsëse. Ashtu quajtura Riviera shqiptare në jug perëndim dhe e lagur nga deti jon shtrihet midis Vlorës dhe Sarandës me ujëra të kristalta, bukuri natyrore e mahnitse, si dhe çmime të arsyeshme. Vendet kryesore përfshin Ksamilin, gjirin e Dafinës si dhe syrin e kaltër, një burim që krenohet me ujërat mbreslënës ngjyrë bruz.